Po, tash shembull, e kam një shqetësim, edhe kam nevojë për qetësi. Çka thot Zoti në Kur'an? Thot, Bismillahirrahmanirrahim, Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është e vërtetë se me përmendjen e Allahut fuqi plot qetësohen zemrat? Fatkeqësisht, ata që nuk e njohin Islamin, nuk janë brenda fesë, nuk e dinë. Ama edhe ne, si shumicë e muslimanëve, ta troje, a e dim a nuk e dim, secili e dim për vete, mirë po nga problemet që mund të na vinë, kemi mësimin në Kur'an. Pastaj kemi traditën profetike, traditën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mendoj që e gjejmë qetësinë edhe në Kur'an edhe në Sunet. Këtë valët tash sa i realizojmë këta. Shumë thjesht, shkon te mjeku, ti e barnat nuk i përdor. Mësimin e mjekut nuk e çon vend. Ballavaqohesh me problem të vazhdu, ballavaqohesh. Edhe ne kemi mësimin Kur'an dhe Sunet. Në momentin që e merr mësimin, qetësohesh. Nuk e merr mësimin, vazhdon shqetësimi. E kështu me radhë. Është mirë por ata punë që na ndonjëherë si thënë na shqetësojnë apo. Na mërzisin, është mirë që rregullat fetare të çojmë vend. Rregullat fetare të çojmë vend se shqetësimet janë të përditshme. Natën e ditën. Problemet janë të përditshme, gajlet janë të përditshme, edhe mendoj që nuk duhet mu dërzu. Në momentin që dërzohemi unë e ti, edhe të gjithë tjertë, atëherë kemi dështu. Vazhdojmë me jetën tonë, pa marrë parasysh se çka mundet me ndodhë. Ama asnjëherë nuk guxojmë të habitemi se Allahu subhanahu wa taala na mbikëqi dhe na kontrollon. Këtë duhet ta kemi parasysh. Të gjitha muhabetet deri tash që i bënë lidhen me këtë çështje. Çka do të bëjmë? Çka do të bëjmë? Mirë apo keq? Qoftë që është pozitive apo negative, Allahu fuqiplot i din. Ndoshta ne si njerëz nuk mund të dim, edhe është normale që nuk i dim, edhe mirë që nuk i dim, mirë po Allahu subhanahu wa taala gjithçka di.